Më falë, mundem? Ndjes që shqetësoj. Pash që po lexoj dhe mund të t'jap një trëndafil? Në hapësh. Më pëlqeu goxha, se s'është aq e zakontë që sot vajzat të lexojnë edhe aq më tepër kanë një botë kuptim çik më ndryshe si për letërsinë, si për art, për muzikë. Me që të trëndafili ma pranove, mund ta di edhe një sekret vogël për ty, si quhesh? Sonja quhet. Po ti? Florian. Në zonë. Nuk e di, duket që ke çuditshme mbase. Po, duket që ke çuditshme. Nuk e prisja, po, e vlerësoj. Çfarë më lexon? Po që dorë anglisht. Për çfarë flet? Fakt se po kam nisur, po është një libër klasik. Flet për dorë anglisht është një më sa po kuptoj, sepse nuk është para bëj shumë kërkime para se të nisë. Okej. Por me sa duket ky është një person shumë i bukur, një nga ata persona që gjëja e parë që vjen në sy është bukuria, domethënë. Okej. Shumë bukur dhe është një piktor i cili po i bën një portret. Tani ky me sa kam kuptuar, kaq sa kam lexuar, ky dëshiron që ashtu siç portreti i tij do qëndroj i njëjtë gjatë gjithë jetës, pra nuk është të ndryshoj, edhe ky dëshiron që mos plaket, që gjithmonë atë bukurinë e vet. Është pak se shumë i vend bazë që Narcist? Narcist. Edhe tani gjërat nuk e di se si ndodhin, por pak a shumë ky bën çdo gjë që i shkon në mendje pa marrë parasysh pasojat, me idenë që asgjë nuk do ndryshojë në jetën e tij, sepse ashtu si nuk ndryshoi as portreti i tij. Edhe ndërkohë që kur bën këto gjë, jeta e tij shkon normalisht, por ndërkohë portreti i tij gjithnjë më shumë shëmtohet. Pra janë këto dy paralele që në fakt ndodhe kundërta me çfarë ai fliste. Dhe besoj se duhet të ketë një fund të trisht, sepse vetëm kështu do bënte sens. Po duke interesant. Okej, unë kam shumë pyetje, po të pyes të paktën. Sa rëndësi ka paraqitja një djali tek ty me që po lexon dhe këtë libër që ky është shumë i pashëm sot? Nuk ka shumë të drejtën. Domethënë unë nuk është se jam të hequr shumë nga saj, madje kam probleme se shumë. Problemi se është shumë bukur sepse është për mua është problem që në moment që ti shikon dikë, gjëja e parë që të bie në sy është bukuria e dikujt, qoftë mashkull, qoftë femër, sepse domethënë mënyra se si njerëzit qeshin apo se si veprojnë, për mua është shumë më shumë rëndësi se sa se si duken. Nëse do të ftoja për një takim, do t'ili me mua? Jo. Sepse shumë më duhet shumë poshtë në njerëzit. Edhe për dalë me të ta njohësh? Si mund të njihja unë ty? Nuk e di, e para njerë sa vjeç jetë, nuk është më t'i bërë. Ka rëndësi mosha për ty? Pse? Mendoj që relativizon mosha pjekurinë e një personi? Meshkuj po. Pse mendon kështu? Meshkuj ju duhet më shumë kohë që Po nuk mendoj që është bostan mashkulli që do 2 muaj apo 3 që të piqet, s'del dot para një jave pa mbush kohën. Hidhi pak hormone dhe piqet më shpejt normale, po lexove do piqesh më shpejt mendoj. Po, s'po i shkam për jashtime, po unë me këtë ndjenja që dukem i vogël, sa mendon? 23, 24, ndoshta. Jo, je më i madh? Po. Më i madh? Okej. Sa je? 25. Okej, po më vogël. Sa je? Unë bëj 27. Unë nesër kam ditëlindje. Wow, s'e që del rrugëve me të ndërfila, po? Jo, kalova aq parë dhe të pash. Wow. Që po lexoje, shkova mora të ndërfil dhe erdha. Nuk mendoja që do shkonte kaq mirë, pak po. Prisja reagim shumë ndryshe. Është si puna atyre vajzave që thonë që është një djalë për shembull i afrohet Zogo Rushi, ç'a bëre, si janë ato memet. Ndërkohë ku i afrohet të t'jap një trëndafili, bërë shumë e bukur sot, ose ndonjë kompliment tjetër, thotë i mër debil, shisin e ngacmojnë, shi manjakët. S'ka, me shumë drejtën unë nuk është se më shkon
Okej, ti mund të kesh ardhur me qëllime më të qarta. Po më thjesht, domethënë kur shkoj ti që flet mirë, që flet fjellshëm, thjesht më bën përshtypje dhe thjesht kam qejf të flas, nuk është se kam ndonjë domosdoshmërisht në qëllim. Më kupton? Thjesht u afrova dikush që duke i fjellshëm dhe më thënë dhe nuk është se ka shumë që të fjellshëm, nuk është se kam shumë që të flas me mishkun. Edhe është okej. Po rrjedhimisht do na çoj bota të flasim me meshkuj dhe me femra, patjetër. Po, diskutohet, po kemi mundësi ta shmangim, vim këtu dhe lexojmë libra. Vjen shpesh. Shpesh, shumë shpesh, po një herë në javë, të paktën, po. Pastaj sigurisht vi për vrap të tjera. Okej. Vitin time, një herë në javë. Okej. Mendoj se meritoj të Patjetër. rri vetë. Okej, ndjes se s'lash vetë. Jo, s'ka. Unë zonjë që t'jafta. E kam mësuar, Floriana. Po Florian. Ti çfarë? Mirë fashi. Lutem, je shumë e mirë. Oh, sorry. Telefonin. Më falë, mundëm? Po shikoja dhe dëshiroja të t'jevja një trëndafil. Po. Okej, faleminderit. Pse? Të duket çuditshme. Nuk mendoj që është normale që një djalë t'i japi trëndafila një vajze? Është normale, po pse çuditesh? Qa duhet bëj një djalë për shumë nëse i pëlqen një vajzë për t'i renoncuar asaj? Ne vetë thotë o zogu o rushi ose diçka tjetër apo t'i japi një trëndafile dhe t'i stillet sjellshëm. Faleminderit. Okej, bëhet qef. Unë t'ulem diskutoj pak me ty. Nuk jam me auto për librin. Okej. Okej, faleminderit. Më falë, ndjes, parë që po lexoj dhe më bëre përshtypje, mund të jap një trëndafil? Parë që po lexoj dhe më bëre përshtypje, mund të jap një trëndafil? As më pranon? Okej, gëzo. Bëri përshtypje, çudite? Pse? Që dash një trëndafil? Pse? Se është normale mendon? Ditët e sotme? Nuk është normale. Patjetër, nëse një vajzë shikon, bën përshtypje, pse mos t'i japësh? Okej. Ti pak i vogël? Gëzojmë Romina. Floriane. Sa vjeçë? Ka rëndësi mosha për... Për kurizitet. Okej, 25. Shumë i vogël. Shumë. Po që nëse jep trëndafila dhe sillesh mirë një personi, nuk e di, nuk mendoj që është problem. Shumë me lezetshme. Mendoj që ka të bëjë shumë mosha për një person ose për një djalë dhe një vajzë. Jo, fjala që Okej. mosha tanishme, më thënë moshatarët e tu, të gjeste. Mosha të mia? Oh? Moshatarët e tu, sipër. Nuk e di, përgjithsisht mendoj që jo, edhe mua në fakt më ka ikë shpresa për gjetë për shembull një vajzë ose diku, sepse dihet se si është brezi jon sot, edhe nëse jep një vajzë një lule, nuk mendoj që do kishte kaq reagim të mirë sa puna jote, prandaj. Do ishte çike çuditshme. Çfarë po lexon? Okej, për çfarë flet? Flet për një djalë, student shumë të varfër, që në një partike nga që ishte shumë ambicios, bënte të bëhej i pasër, bën një krim, bret një hajdeqesh, për të marrë lekë të mënda. Okej. Dhe pastaj autori përshkruan gjithë gjendjen e tij të rëndë shpirtërore mbas këtij krimi, të pavarësisht. Dostojevski përshkruan zakonisht ato anë feje
Po bën një bukë plata dhe Okej, përgjithsisht lexon? Okej, më çfarë merresh që? për më kompanisht fizikare. Okej. Stomatologi apo? Jo. Merr me organizimin. Okej. Unë zëmë që takoj, Floriana. Shumë faleminderit. Ciao. Më falë, sorry. Po të shikoja dhe... Okej. Thanks. Ciao, bye. Më falë, po të shihja dhe më bërë vështyvje. Mund të ta jap shqiptare? English. Okay, you are so cute. Oh, that's lovely. Thank you. Florian, Ro. nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Bye. Thank Ciao. you.